të lexoj diçka vëllezër nga fjala e Perëndisë. Jemi në Mateu, faqja 32, kapitulli 25. Do të lexojmë të gjithë kapitullin për të parë vëllezër, aleluja. Çfarë Zoti do të na jap sot është fjala e Jezus Krishtit që ju drejtohet dishepujve. Është vetë Krishti, motra, vëllezër, aleluja, që mëson të gjithë ata që e ndoqën Jezus Krishtin se çfarë kujdesi duhet, se si duhet motra dhe vëllezër, aleluja, t'ju shpëtojnë kurtheve të ligut. Cila është rruga, motra dhe vëllezër, që duhet të ndjekin për të arritur qëllimin e Perëndisë, të trashëgojnë jetën e përjetshme. Për këtë qëllim, motra dhe vëllezër, aleluja, erdhi Jezus Krishti, që njerëzit të mos u mbasin, por të shpëtohen, të kenë jetë të përjetshme. Dhe thot motra dhe vëllezër fjala la madhështinë e tij, la lavdinë e tij në qiell. Kur themi lavdinë e tij, vëllezër, duhet të kuptojmë madhështinë që kishte. Unë jam, thot, përpara se të krijojë bota. Dhe ai ishte fjala, thot, shkrimi i shenjtë. Dhe nëpërmjet tij u krijua gjithçka. E imagjinoni motra dhe vëllezër, gjithçka u krijua nëpërmjet tij. Shohim për jashta, edhim sytë motra dhe vëllezër, shohim krijimin që është firma e Zotit. Ato që ne shohim, galaksinë, motra dhe vëllezër, aleluja, madhështinë. Dhe fjala e Perëndisë thot, froni i Perëndisë janë qiejt. Dhe toka është stoli ku vëtembët Zoti. Sa i madh, motra dhe vëllezër, aleluja. La thot madhështinë e tij dhe erdhi dhe u bë krijesë njeriu si ne. Mori shëmbëltim mishi si ne. Pse motra dhe vëllezër, aleluja, la gjithë këtë madhështi që kishte në qiell. Dhe madhështia e tij në qiell, motra dhe vëllezër, aleluja, atje adhurohet emri i Perëndisë, i shenjtë, i shenjtë, i shenjtë, i shenjtë është emri i yt. Ne falenderojmë Perëndin në jetë i jetëve. Dhe ai erdhi, thot, mori shëmbëllim mishi për të bërë këtë vepër të madhe shpëtim për njeriu. Dhe jo vetëm erdhi që ne ta shihnim dhe ta preknim, po erdhi dhe u flijua që ti të kesh jetë të përjetshme. Ktu qëndron, motra dhe vëllezër, aleluja, madhështia e Perëndisë. La çdo gjë dhe erdhi dhe u flijua në kryq që ti të kesh jetë të përjetshme, që ti të mos u mbasësh, që ti të trashëgosh çfarë ka përgatitur Perëndia, që në fillim, thot, të krijimit për ty. Ka përgatitur mbretërinë Perëndia për ne, motra dhe vëllezër, aleluja. Për të gjithë ata që do të qëndrojnë besnik deri në fund fjalës të Perëndisë. Po lexoj në kapitullin e 25, siç tham, faqja 32, vëllezër, në Mateu. Atëherë mbretëria e qiejve do t'ju ngjajë 10 virgjireshave, të cilat i morën llambat e tyre dhe i dolën përpara dhëndrit. Tani, 5 nga ato ishin të mençura dhe 5 budallaqka. Budallaqkat kur morën llambat e tyre, nuk morën me vete vaj, kurse të mençurat bashkë me llambat morën dhe vaj në enët e tyre. Tani duke qenë se dhëndri po vononte dremitën dhe të gjitha i zuri gjumi. Aty nga mesnata u dëgjua një britmë, ja po vjen dhëndri, i dilni përpara.
Atëherë të gjitha ato virgjëreshat u zgjuan dhe përgatitën llambat e tyre. Dhe budallaqkat u thanë të mençurave, na jepni nga vaji juaj sepse llambat tona po na fiken. Por të mençurat duke u përgjigjur thanë, jo, sepse nuk do të mjaftonte as për ne e as për ju. Më mirë shkoni tek tregtarët dhe e blini. Dhe kur ato shkuan ta blejnë, erdhi dhëndri. Virgjëreshat që ishin gati hynë bashkë me të në dasëm. Dhe dera u mbyll. Më pas erdhën dhe virgjëreshat e tjera duke thënë, Zot, Zot, hapna, por ai duke u përgjigjur thanë, në të vërtetë po ju them se nuk ju njoh. Prandaj rini zgjuar, sepse nuk e dini as ditën as orën në të cilën do të vijë Biri i Njeriut. Mbretëria e qiejve i ngjan gjithashtu një njeriu që kur po nisej për një udhëtim i thiri shërbëtorët e tij dhe u besoi pasuritë e veta. Njeri t'i dha 5 talenta, tjetri 2 dhe një tjetri 1. Secili sipas zotësisë së tij. Dhe u nis fill. Tani ai që kishte marrë 5 talenta, shkoi dhe bëri tregti me to dhe fitoi 5 të tjera. Po ashtu edhe ai që kishte marrë 2 talenta fitoi edhe 2 të tjerë. Por kurse ai që kishte marrë 1, shkoi hapi një grop dhe fsheu denarin e Zotit vet. Tani mbas një kohe të gjatë, u kthye Zoti atyre shërbëtorëve dhe bëri llogaritë me ta. Dhe ai që kishte marrë 5 talenta doli përpara dhe i paraqiti 5 të tjera, duke i thënë, Zot, ti më besove 5 talenta, ja me ato unë fitova 5 talenta të tjera. Dhe i Zoti i tha, të lumtur shërbëtor i mirë dhe besnik, ti u tregove besnik në gjërat e vogla, unë do të vë mbi shumë gjëra. Hyr në gëzimin e Zotit tënd. Pastaj erdhi edhe ai që kishte marrë 2 talenta dhe tha, Zot, ti më besove 2 talenta, ja me ato unë fitova dhe 2 talenta të tjerë. Dhe Zoti i tij i tha, të lumt, shërbëtor i mirë dhe besnik, ti u tregove besnik në gjëra të vogla, unë do të vë mbi shumë gjëra. Hyr në gëzimin e Zotit tënd. Në fund të erdhi dhe ai që kishte marrë vetëm 1 talent dhe tha, Zot, unë e dija se je njeri i ashpër, që korr atje ku nuk e mbjell dhe vjell atje ku nuk e shpërndar. Prandaj pata frikë dhe shkova dhe e fshea talentin tënd nën tokë. Ja unë po ta kthej. Dhe i Zoti duke u përgjigjur i tha, shërbëtori mbrapsht dhe përtac. Ti e dije se unë korr atje ku nuk kam mbjell dhe vjell aty ku nuk kam shpërndar. Ti duhet ta kishe besuar denarin tim bankierëve dhe kështu në kthimin tim do ta kisha marrë me interes. Prandaj, ja hiqni këtij talentin dhe ja jepni atij që ka 10 talenta. Sepse atij që ka do t'i jepet dhe do të ketë me bollek të madh. Por atij që nuk ka do t'i merret edhe ajo që ka. Dhe flakeni në errësirën e jashtme këtë shërbëtor të pavlefshëm. Atje do të ketë të qara dhe kërcëllim dhemësh. Dhe kur të vijë Biri i Njeriut në lavdinë e tij bashkë me të gjithë engjëjt e shenjtë, atëherë do të ulet mbi fronin e tij të lavdisë. Dhe të gjithë kombet do të mblidhen përpara tij. Dhe ai do të ndajë njërin nga tjetri ashtu si ndan bariu delet nga ceptë. Dhe delet do t'i verë në të djathtën e tij dhe ceptën në të majtën. Atëherë mbreti do t'ju thotë atyre që do të jenë në të djathtën e tij, ejani të bekuar të atit tim, merrni në trashëgim mbretërinë që u bë gati për ju që nga krijimi i botës. Sepse pata uri
dhe më dhatë për të ngrënë. Pata etje dhe më dhatë për të pirë. Isha i juaj dhe më pritët. Isha i zhveshur dhe më veshët. Isha i sëmurë dhe ju më vizitonit. Isha në burg dhe erdhët tek unë. Atëherë të drejtët do t'i përgjigjen duke thënë: Zot, kur të pam të urritur dhe të dham për të ngrënë, ose të etur dhe të dham për të pirë, dhe kur të pam të huaj dhe të pritëm, ose të zhveshur dhe të veshëm, dhe kur të pam të lënguar ose në burg dhe erdhëm tek ti? Dhe mbreti, duke ju përgjigjur, do t'ju thotë: në të vërtetë po ju them, sa herë ja keni bërë këtë ndonjërit prej këtyre të vegjëlve të mi, vëllezërve të mi të vegjël, këtë ma bët mua. Pastaj ai do t'ju thotë edhe atyre që do t'i jenë në të majtë: largohuni nga unë, të mallkuar, në zjarr të përjetshëm, të përgatitur për djallin dhe angjit e tij, sepse pata uri dhe nuk më dhatë për të ngrënë, pata etje dhe nuk më dhatë për të pirë. Isha i juaj dhe nuk më pritët, i zhveshur dhe nuk më veshët, i sëmurë edhe në burg dhe nuk erdhët të më shihni. Atëherë ata do t'i përgjigjen duke thënë: Zot, kur të pam të urritur, ose të etur, ose të huaj, ose të zhveshur, ose të lëngat, ose në burg dhe nuk të shërbyem? Atëherë ai do t'ju përgjigjet atyre duke thënë: në të vërtetë ju them, sa herë nuk ja keni bërë këtë ndonjërit prej këtyre më të vegjëlve, këtë nuk ma bëtë as edhe mua. Dhe ata do të shkojnë në mundim të përjetshëm dhe të drejtët në jetën e përjetshme. Amin. Jezus Krishti, folë motra, aleluja, po mëson turmat që e ndiqnin, i shepujt e tij, të gjitha ata që ishin në pranin e tij, se çfarë ndodh, motra, vëllezër, aleluja, me njeriu kur pranon Jezus Krishtin, si mund ta dallojmë njeriu që do trashëgojë mbretërinë e Perëndisë me njeriu që nuk do trashëgojë, që do të humbë. Dy janë rrugë, motra, aleluja, falenderojmë Perëndin. Njëra është të qëndrosh me Zotin, që quhet rruga e ngushtë, por që të jep jetë e përjetshme. Dhe njëra është rruga e gjerë, që mund të bësh çfarë mundesh, çfarë të duash, por të çon në humbje. Dhe Zoti këto mëson të gjithë ata që duan Zotin, mbretërinë e Perëndisë, se cilët janë ata që do të ecin në këtë rrugë. Si t'i dallojmë, motra, vëllezër, aleluja, rrugët tona? Në cilën rrugë janë? Prandaj përdorim fjalën pasqyrë. Duke e lexuar fjalën e Perëndisë, shohim veten në pasqyrë dhe kontrollojmë veten tonë se si ecim. Në fillim, ku lexuam, motra dhe vëllezër, flet për mbretërinë e qiejve, ju ngjan, thotë, me 10 virgjëresha, të cilat kishin pranuar vërtet Zotin. Zoti i kishte pastruar nga mëkati, ishin lajmëruar, motra dhe vëllezër, aleluja, në mënyrë hyjnore, që do të martoheshin, që Zoti do të vijë, do të marrë nusen e vet, nëpërmjet fjalës të Perëndisë, dhe përgatiteshin ashtu si ne njohim, motra dhe vëllezër, prandaj dhe Zoti bën krahasimin me një nuse, sepse dhe ne mund të njohim se si përgatitet një nuse për të takuar dhëndrin. Atë që do të jetojë përgjithmonë
që do të jeti një me te. Dhe thot këtu, midis tyre, 10 virgjëreshave, 5 ishin të zgjuara dhe 5 ishin të pamendura. Ku qëndron motra dhe vëllezër, aleluja, ndryshimi? Të 10 ishin të virgjëra. Të 10 kishin pranuar Krishtin. Të 10 ishin të pastruara, motra dhe vëllezër, aleluja, nga mëkati. Përmjet vijimit të Perëndis, përmjet gjakut të Jezus Krishtit. Por çfarë na mëson fjala e Perëndis, vëllezër, aleluja? Në këtë moment, për 10 virgjëreshat, se sa kujdes duhet të tregojë, motra dhe vëllezër, kisha çdo njeri prej nesh në rrugën se si ecën. Ne jemi fejuar, motra dhe vëllezër, aleluja, me Jezus Krishtin. Dhe që në momentin që unë jam fejuar me dike, nuk i përkas më vetes time. I përkas atij që erdhi dhe më dha unazën e fejesës, motra dhe vëllezër, aleluja. Më përket mua, tha Zoti, dhe na dha kaparin, motra dhe vëllezër, aleluja. Frymën e shajt. Kjo është dëshmia që ne i përkasim Zotit. Dhe tani fjala na mëson sa e rëndësishme është që unë t'i përkushtoj kujdes Zotit tim. Ati që unë i përkas. Na bleu, motra dhe vëllezër, aleluja, Jezus Krishti. Dhe na bleu shtrenjtë. Para i përkisnim dikuj tjetër në jetën tonë. Dhe Zoti pagoi për ne, për të na çliruar nga skllavëria e mëkatit, që çon njeriu në vdekje, me gjakun e tij në kryq të Golgotës. Me këtë vlijim pagoi shtrenjtë, motra dhe vëllezër, aleluja. Ky është kapari që na dha Zoti, vëllezër. Më përket mua tani, të bleva dhe të lash të lirë. Na bleu, motra dhe vëllezër, na nxori nga skllavëria ku ishim të lidhur me mëkatin tonë dhe tha zgjidh. Na bëri krijesa të reja, të lirë, të mundur për të zgjedhur rrugën, motra dhe vëllezër. Ishte pamundur të zgjidhnim rrugën pa ardhur Jezus Krishti. E bëri të mundur me këtë vlijim që ne të mund të zgjedhim rrugën që të çon në jetë të përjetshme. Nuk mund të shihte një i verbër, po mos Jezus Krishti vinte dorë mbi te. Ti hapte sytë që ai të shihte. Si mund të ecë një i verbër, motra dhe vëllezër? Nuk mund. Këtë vepër bëri Zoti në jetën tonë, na hapi sytë që ne të shohim dhe të dimë ku ecim. Apostulli Paul, zelli i tij ishte i madh për t'i shërbyer Perëndis, por në rrugë të gabuar, për ndjekësi të vërtetës. Ishte i verbër. Dëgjonte, motra dhe vëllezër, aleluja, për Jezus Krishtin, por tradita nuk e lejonte që të shihte të vërtetën. Ishte i verbër. Prandaj i thanë farisejnë të Jezus Krishtit, mos jemi dhe ne të verbër, që ti po na thua. Po ti ishi të verbër, nuk do kishit faj, ju tha. Pse, motra dhe vëllezër, aleluja? Sepse nuk do dinit dhe do kërkonit ndihmë. Por ju thoni shohim, s'kemi nevojë. Dhe këtu qëndron mëkati juaj. E falenderojmë Perëndin. Dhe kur Zoti ju shfaq, motra dhe vëllezër, apostullit Paul, Saulit, ai pa që ishte i verbër. Dhe aty kuptoi, motra dhe vëllezër, aleluja, se si vepronte Zoti me vegime, shihte se çfarë do ndodhte, i tregonte Zoti se çfarë do ndodhte me te. Nuk ishte parë deri tani, motra dhe vëllezër, aleluja, diçka.
Por Zoti i kishte treguar që një njeri me emrin Anania do vijë tek ty, do vërë duart dhe ty do të vish shikim. Nga ana tjetër Ananias, Zoti i kishte folur dhe i kishte thënë do vesh në filan vend dhe do gjesh një njeri të quajtur Saul, është zgjedhur nga mua. Me gjithë emrin e keq që kishte, motra dhe vlezër, aleluja, Zoti i tha, mos ki frikë, është zgjedhur nga mua për t'i treguar sa shumë do të vuaj për emrin tim. Dhe Anania shkon. Dhe kur hyn Anania, motra dhe vlezër, aleluja, pa u prezantuar, i kishte prezantuar Zoti më përpara, Sauli tha, Anania, po tha, unë jam, tha. Zoti, që ti ke parë rrugës për në Damask, më dërgoi tek ti, që ti të shohësh. Sa e rëndësishme është, motra, aleluja, që njeriu të shohë, të japen sytë dhe të kuptojë, motra dhe vlezër, çfarë po bën. Shumë e rëndësishme të shohësh, vlezër. Shpeshherë mendojmë se shohim. Dhe ecim sipas mendjes tonë. S'ka lidhje, vlezër. Nuk ka lidhje. Shikoni sot, konkretisht, motra dhe vlezër, aleluja. Të gjitha ngjarjet që ndodhin sot në botë, ne Zoti na ka mësuar që po përgatitet ardhja e Antikrishtit. Gjitha këto që po ndodhin është program, motra dhe vlezër. Është programuar sipas fjalës të Perëndisë, na mëson Zoti që këto do ndodhin. Dhe po përgatitet ardhja e Antikrishtit. Por kush e pengon? Fjala e Perëndisë thotë, derisa ti ikë nga mesi, ai që e pengon tashti. Atëherë do të shfaqet ky i paudhë, Antikrishti. Dhe ne kuptojmë nëpërmjet fjalës të Perëndisë që fryma na zbulon, motra dhe vlezër, aleluja, që kisha shumë pak kohë ka dhe do të rëmbet. Kisha ka shumë pak kohë dhe do të ikëm, motra dhe vlezër, aleluja. Pse? Sepse nuk mundet të qëndrojë kisha e drejtuar në një sistem antikrisht. Nuk mundet, motra dhe vlezër. Prandaj quhet rrëmbimi i kishës, që do të thotë do ta rrëmbejë Zoti sa hapë mbyll sytë, që të mos e lërë, motra dhe vlezër, aleluja, nusen e ti në dorë të Antikrishtit. E falenderojmë Perëndin. Atëre, arrim të kuptojmë se në cilën moment ne jemi. Vërtet fjala është shkruar 2000 vjet përpara, por sot të gjitha gjërat që ne shohim vërtetojnë që jemi në kohët e fundit. Jemi në këtë moment, motra dhe vlezër, aleluja. Atëre, sa të kujdesshëm duhet të tregohemi në jetën tonë, çfarë kërkojmë në këtë moment. Zoti thotë, po vjen ora, bile ka ardhur, motra dhe vlezër, aleluja, që të vit ju marr. E janë i tekonë bitë mi. Theret fryma e shenjtë. Na mëson fjala e Perëndisë, por zemrat tona janë të ngurta. Zemrat tona, motra dhe vlezër, aleluja, çfarë ndodhën? Me besimtarët sot, kur Zoti e nxori popullin nga Egjipti, të gjithë i nxori, motra dhe vlezër, nuk la asnjë gjë pa nxjerrë nga Egjipti. Por i vendosi në shkretë të tire. Për t'i provuar, motra dhe vlezër, thotë, për t'i dhënë lavdi Perëndisë në të gjitha të çka bëri. Zoti për t'i nxjerrë qande. Zoti për t'i nxjerrë qande bëri mrekulli të mëdha të fuqishme. Dhe ata panë këto mrekulli. Sa janë në gjendje të qëndrojnë besnik Zotit, dhe Zoti i nxori me mrekulli dhe i vendosi në shkretë të tij. E falenderojmë Perëndin. Shikoni me vëmendje, detajet janë të shumë të rëndësishme në fjalën e Perëndisë. Dhe thotë fjala e Perëndisë pasi u endën 40 vjet në shkretë të tij. Çfarë ndodhi me tyre? Shpeshherë mendjen e kishin në Egjipt. Shumica prej tyre thoshin, po ç'na sollët këtu? Shiko si jemi, në mes të shkretë të tirës,
asgjë nuk shoj, asgjë nuk ndodh. Ku do vëmë? Ku është mbretëria e Perëndisë? Ne nuk po shohim asgjë. Na sollët të vdesim këtu. Shikoni të tjerët se çfarë bëjnë, shikojni kombet e tjera si qeverisën dhe si janë, ne në shkret të tjerë nuk po shohim. Dhe e kishin mendjen, thotë motra, mirë ishim në tenxherët tona në Egjipt. Të gjithë këta që e kishin mendjen motra dhe vëllezër në Egjipt, nuk hynë në mbretërinë e Perëndisë. Edhe sot është pothuaj e njëjta gjë. Të gjithë të krishterët që e kanë mendjen në botë motra dhe vëllezër nuk dojnë në mbretërinë e Perëndisë. Thot fjala e Perëndisë. Po ne kemi gjetur hir, po dashuria e Perëndisë është e vërtet që është hir që ne jemi këtu motra dhe vëllezër. Aleluja. Sepse nuk e meritonim. Dhe ne jemi këtu dhe Zoti na mëson, ky është hir. Kemi gjetur hir. Të na jap një emër të madh. Kemi gjetur hir përpara Perëndisë, vëllezër. Aleluja. Jo për meritat tonë, por për flijimin dhe dashurinë e Perëndisë. Këtu është dashuria e Perëndisë. Në kryq të Golgotës Zoti tregoi dashurinë që ka për ne. Por nëse ti do të qëndrosh besnik kësaj marrëdhënieje me Perëndinë, do të trashëgosh. Është besnik Zoti. Është i dashur Zoti. Nuk do të ta bëj këtë sepse ti ke bërë gjithçka dhe e meriton. Jo, asnjë nga veprat tona nuk meriton, motra dhe vëllezër, mbretërinë e Perëndisë. Asnjë nga veprat tona. Veprat tona tregojnë dashurinë, besimin që ne kemi për Zotin, motra dhe vëllezër. Aleluja. Cilat janë veprat tona që tregojnë besnikërinë tonë me Zotin? Jetojmë për të? Mendojmë për të? Zoti po vjen. Ku është mendja jonë? Dhe këtu thotë, 5 nga ato ishin të zgjuara, thotë. 5 nga ato ishin të pamendta, budallaqe. Pse? Sepse nuk kishin vaj në kandelin e tyre. Nuk e prisnin Zotin, nuk ishin të vëmendshme që të ishin gjithmonë gati për ta pritur Zotin. Asnjëri nuk e di kohën kur do vije që të përgatitet. Zoti thotë rrini gati. Ajo orë nuk e di askush, motra dhe vëllezër. Aleluja. Por të mos ju zerë në befasi, që do të thotë do vije pa e kuptuar. Shikoni gjërat që ndodhin, ashtu siç dini të dalloni kohërat, dallojeni dhe ju ardhjen e Zotit. Do flasim për paqe dhe do të bëjmë luftë. A nuk jemi, motra, aleluja, në këtë kohë? A nuk është koha jonë për të bërë gati të shohim Zotin tonë? Ku është mendja jonë? Për çfarë punon, motra ime, aleluja, vllai? Për t'i pëlqyer Zotit që po vjen dhe do të lësh çdo gjë këtu dhe të ikësh në mbretërinë e Perëndisë? Apo besimi ynë, motra dhe vëllezër, nuk është më. Nuk e presim me ardhjen e Zotit. Mbretëria e qiejve i ngjan një njeriu që po nisej për udhë dhe thiri shërbëtorët e tij. Dhe atyre ju besoi, thotë motra, falenderojmë Perëndinë, pasuritë e tij, dhunti do me thënë motra, aleluja, shërbesa, sipas mundësisë që kishte çdo njeri, thotë. Dikujt i dha 5 talenta, dikujt i dha 2, dikujt i dha 1. Dhe ju tha, vereni në punë, këto. Talenta frymëror, motra, aleluja, janë për ne sot të gjitha dhuntit që ka dhënë Zoti, çdo njeri, s'kishim. Dhe Zoti na i dha, kur na zgjodhi, motra, aleluja, na dha talenta. Dikujt i dha profeci, dikujt i dha një dhunti tjetër nëpërmjet frymës së shenjtë. Lutje. Dikujt i dha, motra dhe vëllezër, vegime. Dikujt i dha fjalën, talenta. Dhe thotë, do vije ora, ashtu siç erdhi dhëndri, dhe 5 ishin të gatshme, 5 nuk hynë, thotë. Do vije ora që të gjithë do dalin dhe do japin llogari përpara atij që na dha talentat, për çfarë? Dhe thotë, shkoni pari, i thotë, 15 talenta, i punova këto. Do me thënë,
u mora me këto. Nuk i lash me janë motra dhe vlezër si që beri i fundit. I vura në punë këto që ti mi dhe. Nga 5 i bëra 10. Po që ti vesh në punë, do përkushtim motra dhe vlezër, aleluja. Nuk është se duhet përkushtohesh. Që ti vesh në punë 5 talentat, duhet të vraposh. Duhet të flijosh. Për çfarë të flijoj? Dhe Zoti kur shkoi përpara, i tha, shërbëtori mirë dhe besnik. Këtë presin të gjithë besimtarët sot. Të vura në gjëra të vogla, hyrë në gëzimin e Zotit tënd. Këtë presin sot, motra dhe vlezër, aleluja. Të trashëgoje mbretërinë e Perëndisë për jetësim. Tjetri që kishte 2, sipas mundësisë, nuk i kërkoi Zotit pse si bëre 7. I bëra 4. Ato që ti mi dhe, i 2 fishova. Shërbëtor besnik, thot Zoti. Njësoj si ai i pari. Ati i dha sepse dinte Zoti që mund t'i përdorte aq. Dhe i dha 5. Një tjetri i dha 2 motra dhe vlezër. Një tjetri i dha 1. Dhe ai thotë e fshehu talentin. Nuk ishte kohë, motra dhe vlezër, të merreshe me talentin e shërbëtorit e Zotit të ti, që ta vinte në punë. Dhe duket kështu, motra dhe vlezër, thjesht, është e thjeshtë. E fsheha, kur të vija ju, kur do, kaq kisha mundësi, kaq bëra. Pa tjetër do thotë Zoti. Por kur të thotë shërbëtori keq, Zoti, të dhashë mundësin të trashëgosh jetën e përjetshme, dhe Zoti të thotë merreni dhe idheni. Imagjinoni vlezër çfarë të ndodhë. Të gjithë kanë talent, motra dhe vlezër, në kishë. Dhe secili duhet ta vërë në punë, në arën e Zotit, talentin e Zotit. Për këtë duhet të mendojë, motra dhe vlezër, dhe të punojë i zgjedhuri nga Perëndia. Dhe një tjetër mësim që na jep Zoti, motra dhe vlezër, aleluja, cilët janë ata që do hyjnë në mbretërinë e Perëndisë, kur të vijë biri i njeriut në lavdinë e tij bashkë me të gjithë engjëjt, atëherë do të ulet në fron e lavdisë tij. Dhe të gjithë kombet do të mblidhen para tij dhe do t'i ndajë njërin nga tjetri, siç ndan bariu delet nga cjepi. Do ndahen. Atëherë, sot jemi të ndarë ne, motra dhe vlezër. Bota e ne. Do dalin të gjithë përpara Perëndisë, dhe Zoti do t'i ndajë, motra dhe vlezër, aleluja. Cili ka vepruar besnik sipas fjalës të Perëndisë, dhe cili nuk e ka vënë në praktikë fjalën e Perëndisë. Dele do t'i vërë në të djastën e tij dhe cjeptën në të majtën e tij. Atëherë mbreti do t'ju thotë atyre që janë në të djastën e tij, ejani të bekuar të atit tim, merrni në trashëgim mbretërinë që u bë gati për ju që nga krijimi i botës. Për juve është bërë gati, e meritoni sepse besuat tek unë. Besuat në atë çka Zoti veproi në ju. Dhe të gjithë ne, motra dhe vlezër, aleluja, kemi dëshmi që Zoti ka erdhur në jetën tonë. Dëshmi që Zoti, motra dhe vlezër, të ka zgjedhur që ti të jetosh me ta. Çfarë duhet, motra dhe vlezër, aleluja? Duhet kjo besnikëri e kësaj gruaje që është fejuar, që ndroj besnike burrit të saj. Nuk është me të bëj çfarë të doje si në rininë e saj, me shoqet e saj, me shokët, nuk ka me. Tani është e fejuar. Është e fejuar dhe i përket dikujt tjetër. Mbaroi çdo gjë, motra dhe vlezër, tani. Tani dua t'i pëlqej atij që më zgjodhi. Të bëj vullnetin e atij që erdhi në jetën time dhe më tha të dua. Nuk mund të zgjidh me tani, motra dhe vlezër, aleluja. Të bëj çfarë të dua. Se ajo rrugë më çonte në humbje, rruga e gjerë. Tani i përkas kësaj rruge, që me flijimin e tij e hapi që unë të jetoj përjetësisht. E falenderoj Perëndin. Kjo është rruga
që Zoti na mëson të zgjedhim. Dhe është gjithmonë për ne, motra dhe vëllezër, aleluja. Të zgjedhim ne, motra dhe vëllezër. Nuk na detyron. Na mëson Zoti, na mëson se si duhet të ecim në këtë rrugë. Ne falenderojmë Perëndin, vëllezër, aleluja. Zoti ta bekojë këtë fjalë.